Protesta në zonën e Rjollit ka vjuar edhe këtë të shtunë, ku janë shënuar përplasje mes banorëve dhe efektivëve të policisë. Situata ka qenë e tensionuar, ndërsa disa banorë dhe mbështetës të tyre të ardhur edhe nga qytete të tjera janë shoqëruar në polici. Banorët pretendojnë se gjatë ndërhyrjes ndaj tyre është ushtruar dhunë nga ana e policisë, akuzat të cilat i kanë bërë publike gjatë protestës. Protestuesit i kanë bërë thirrje SPAK dhe prokurorisë së Shkodrës që të ndërhyjnë dhe të japin drejtim situatës. Përplasjet me uniformat blu ishin sot shumë agresive, uniformat janë tregu shumë pa drejta, i kanë kap dilmoqa që na kanë ardhur në mbështetje nga Durrësi, i kanë futur fugon edhe i kanë dhunu. Ne do vazhdojmë protestën deri në fund. Kjo tokë do ju kthehet rjollorëve dhe kjo nuk është e diskutueshme fare. Asnjë nga ato persona që mendon që këtë tokë mund t'ja marrin rjollorëve, mos flani qetë se nuk ka për ta gëzuar tokën tonë. Shpresojmë shumë që SPAK-u ta marrin vërtet në dorë këtë herë çështjen. Shpresojmë shumë që prokuroria e Shkodrës mos flej gjumë mami dosjen tonë dhe të na japi drejtësi. Ju pe shihni vetë se çfarë po bën policia në këtë popull, si nuk e ka bën as Iran as Ukraina, se ka bën në Iranin. I bëjmë thirrje dhe i herë SPAK-ut, i bëjmë thirrje gjykatës Shkodrës, i bëjmë thirrje ministrit dhe kryeministrit Edi Rama, të na i hekin këta kriminala politik prej këtu. Desta vetëm me ditë me u bon ju e së shtetit një pyetje, a thuj kë shtet ato pasë që ato bon një këtë rjoll. Le dhunën, po burrat të gjithë çunat u arrestuan dhe janë fugon. E dyta, i kë shtetan kthye kuna popullit. Do me thonë, atë në që jena kënë televizor të TV Klani, llogarit e shteti që në fugona në rjoll policijet, aty TV Klani që u ballafaqun 2 armiq, nuk ka kënë makare një policë. Ta shti i drejtojmë vetëm shtetit. A ka djeni ato pasë që ato ban? Banorët theksojnë se nuk do të tërhiqen nga protesta dhe paralajmërojnë se do të vijojnë reagimet derisa të marrin një përgjigje nga institucionet përgjegjëse.